Bordet në Kosovë të krijuara si mekanizma të pavarur për të mbrojtur institucionet dhe ndërmarrjet publike nga abuzimet politike po funksionojnë me vështirësi serioze. Shumë prej tyre që mbikëqyrin financat, miratojnë projekte dhe garantojnë vendimarrje në interes të qytetarëve, sot janë buz kolapsit për shkak të mungesës së anëtarëve. Arsyeja, kuvendi jo funksional. Ky institucion ligjvënës, përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të rinj të bordeve, komisioneve dhe agjencive, si dhe për mbikëqyrjen e punës së tyre, është i paralizuar që prej zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Kjo situatë pritet të zgjasë deri pas procesit të ri zgjedhor me 28 dhjetor. Për pasojë, Komisioni i pavarur i mediave, për shembull, është pothuajse jo funksional, që nga janari i këtij viti ka mbetur pa quorum ndërsa bordi i ankesave është bllokuar prej vitit 2023. Në rast të ndonjë ankese për gjuhë të urrejtjes, ofendime ose shpifje apo edhe për shkelje nga mediat gjatë fushatës zgjedhore, KPM-ja nuk mund të marrë ndonjë vendim ndëshkues. Transmetuesi publik, në anën tjetër, është në krizën më të rëndë ndër vite pa bord funksional dhe pa financim të qëndrueshëm. Këto probleme si dhe sfidat e tjera me lirinë e shprehjes në Kosovë janë evidentuar edhe në raportin e sivjetëm të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, por çështja nuk është e izoluar me kaq. Bord të pakompletuar ka edhe shërbimi spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës, i cili mbikëqyr qendrën spitalore në Prishtinë dhe të gjitha spitalet rajonale. Po ashtu, Bordi i Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, Këshilli i pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit përballen me boshllëqe të theksuara. Mungesa e funksionimit adekuat të këtyre institucioneve definitivisht se reflekton edhe në mosbatim adekuat të ligjit dhe ndikon drejt për së drejti edhe në jetën e qytetarëve. Të prekura janë edhe vetë institucionet. Avokati i popullit, Naim Qelaj, operon jashtë mandatit sikurse edhe 4 zëvendës avokate të tij, por ai vazhdon të ushtrojë funksionin me kompetencë të plotë deri në emërimin e pasardhësit siç e parashë ligji. Ai paralajmëron se në raste të tjera, aty ku quorumi është kusht për vendimarrje, boshllëqet e krijuara nga mosveprimi i kuvendit rrezikojnë bllokimin e plotë të funksionimit. Me bllokimin ose me paralizimin ose pamundësinë me funksionu këto autoritete, natyrisht qytetarët kanë me vetë pa shërbime. Disa nuk i përjashtojnë as tendencat e autoriteteve për të dobësuar agjencitë e pavarura dhe për t'i mbajtur në kontroll të plot rregullatoret e tregut. Ajo që është shumë shqetësuese është që gjatë vitit të kaluar ka funksionuar një rregullore e tilla ato agjencitë pavara, siç është Komisioni i pavarur i minera dhe mineraleve zëreja, qeveria ka pas tendencë që të shtyjë nën lupën e vet, që mi kontrollu komplet. Nëse kuvendi nuk formohet shpejt, vitin e ardhshëm rrezikojnë të mbeten pa quorum edhe gjykata kushtetuese e Kosovës, e cila interpreton ligjet dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës jetike për sigurinë kombëtare.